Lideri i Aleancës për Shqiptarët Zjerdin Sela, deputet i zonës 5 nga Fronti Evropian, në konferencë për shtyp ka folur në lidhje me çështjen e shkollës në fshatin Nerov të Krushevës, e cila po ndërtohet nga banorët e fshatit, por që nuk legalizohet nga autoritetet shtetërore. Sela ju bëri thirrje institucioneve shtetërore që të mos bëjnë presion mbi banorët, por urgjentisht të zgjidhin problemin që nxënësit e kësaj shkolle të ndjekin në kushte normale procesin edukativo-mësimor. Nxënësit e kësaj shkolle bojkotojnë mësimin. Bojkotojnë mësimin sepse janë lënë ndër vite e me dekada në kushte mizere, sa i përket procesit të zhvillimit të procesit edukativo arsimor dhe me kërkesë dhe me vendim të qeverive paraprake që atyre të ndërtohet një objekt shkollor, dhe sot e kësaj dite ai objekt shkollor nuk është realizuar. E mira e gjithë situatës është që fshati Nerov, ajo shkollë ka gjithsej 150 nxënës, që rrallë sheh në ndonjë vendbanim tjetër, tani më që emigrimi i popullatës është më se evident. E prandaj jam këtu sot edhe si deputet zone, bashkë me deputetet e tjerë, për të alarmuar këtë situatë, për t'i bë apel publik Ministrisë së Punëve të Brendshme që të ndaloj me policinë e vet të shkojë dhe të bëj presion në Nerov tek fshatarët e këtij fshati, por sepse kanë me çka merren nëse është fjala për objektet ilegale. Ka plot objekte ilegale ndërtesa, të cilët po mbijnë në mes të Shkupit, dhe kërkush nuk shkon që të bëj hetime dhe të rrinë vazhdimisht që të jetojnë se kush është investitori, kush bën ndërtimin, etj. Kështu që kanë me çfarë merren në këtë drejtim, ndërsa në këndvështrimin tim, edhe pse goxha jam marrë me këtë problematikë edhe kur kam qenë kryetar komune, objekt pa leje për mua nuk është një shkollë. Shkolla është interes publik. Shkolla është interes i gjithë qytetarëve. Shkolla është vendi në të cilën ndërtohet jetë dhe ardhmëri. Objekte pa leje dhe pa ligjshme janë ato të cilët uzurpojnë prana publike, ato të cilët uzurpojnë rrugë, ato të cilët vështirësojnë përditshmërinë e qytetarëve, ato të cilët krijojnë të fortit brenda komunave dhe qyteteve, dhe të cilët pastaj bashkjetojnë në një formë me institucionet e shtetit, dhe me këta, kjo është forma se si bëhet kapja e shtetit. U shfrytëzoj rastin të bëj apel Ministrisë së Arsimit, kryetarit të komunës së Krushevës, që urgjentisht të marrin gjithë masat dhe sa më shpejt të rregullohet dokumentacioni i kësaj shkollës dhe jo të ndalohen punimet në këtë shkollë, por përkundrazi të vazhdojnë investimin e mëtutjeshëm në buxhetin e shtetit, në mënyrë që kjo shkollë të përfundojë dhe këto nxënës të kenë kushte normale për mësim.